Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Po ashtu të njëjtat janë edhe për familjen e tij të pastërt, fisnike dhe të ndershme, për shokët e tij të sinqert dhe besnik dhe për të gjithë ata të cilët e ndoqën dhe e ndjekin rrugën e tij, sunetin e tij, po ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tij profetike deri në ditën e fundit. Spari vëllezër, Allahu ju shpërbleft edhe juve për pjesëmarrjen tuaj. Dhe lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që këtë tubim, këtë xhamat, këtë grup ta bën të jetë prej atyre të falurve, të mëshiruarve, shpëndarjen ton nga ky vend ta bën që të jemi përsëri në mburojën dhe mbrojtjen e Allahut xhelleshanuhu, dhe mos lën Allahu xhelleshanu askënd prej këtij xhamati të privuar dhe të dështuar. Vëllezër, më lejoni që përsëri të them edhe së pari ta përshëndes, ta faleminderojmë hoxhën ton të nderuar, Sevdail Jakupi, i cili është imam ligjërues në xhamin e madhe në Preshev, xhamia Abu Bekr as-Siddiq, i cili me të vërtet përzemërsisht i them na kënaqi, na gëzoi vetëm me ardhjen e tij, edhe pse rruga ka qenë fluturim, nëpërmjet aeroplanit, me aeroplan, për Muhamedi a.s. ka thonë es-safaru qit'atun min al-'adhab. Udhëtimi është një pjesë e dënimit. Mjafton ajo, e le familjen, përgatitesh, lodhesh, raskapitesh edhe vjen. Por qëllimi hoxhës të nderuar që ka ardhur është me na pru diçka nga trashëgimia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto e kanë trashëgu hoxhallarët, dietarët, nga pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cilën diturin, as ar, as dukat, por as argjend, por dituri, ilm. Dhe hoxha dhe parësa që ku ulëm tha e kanë obligim hoxhallarët, dietarët të hapin zeqatin e tyre. E zeqati hoxhallarëve kush është? Është dituria. Unë vetëm të cekit diçka vëllezër, në pika të shkurta, pastaj atë fjalën kryesore, ligjëratën e vazhdon hoxha i nderuar Sevdail Jakupi. Unë do të kisha thonë vëllezër që edhe sot, por edhe në të ardhmen, xhamati apo talebet ndaj hoxhallarëve, ndaj dietarëve, nuk mjafton as pak, thotë dikush që unë vallahi e du këtë hoxh, e livdoj e kështu me radh, apo e qerosi. Nderi i parë ndaj hoxhallarëve, ndaj dietarëve, a dini kush është vëllezër? Është kapja për diturisë, për mësimeve të atij hoxhës. Për hapja asaj diturie çka e mëson. Tjetra është me tregu respekt ndaj hoxhallarëve, me u përul dhe me tregu modesti. Përse për hir të dijes që e trashëgojnë dijen më të mirë, dhe ajo është dija që Allahu subhanahu wa taala mu për atë qëllim i ka dërgu profetët, i ka dërgu të dërguarit e tij për me e përhap cilën diturin, ilmin, e cila është fjala Allahut subhanahu wa taala, la ilaha illa Allah. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër kur flet për dietarët, për peshën, për vlerën e tyre, subhanallah, këtë hadith sa herë që e ndëgjoj edhe e lexoj, nxjerri urtësi, hikmet, butësi dhe mësim të madh. Thot Muhamedi alayhis salam: Inna Allahe wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fi riwaya fi al-bahr la yusalluna
ala muallimin nasi khajra. A shikoni vlezër, Muhamedi a.s. thot, inna Allahe, Allahu, melekët e Allahut, banorët e qiellit, banorët e tokës, dhe më thoni përfshit i gjithë, pasaj çka tha? Edhe bubreci i cili është në thellësirën e tokës, pastaj edhe ajo balena e cila është atje në fund detit, të gjithë këto, Allahu Gjelleshanu i pari, lëshon mirësit, mëshirën, faljen e ti ndaj kujt. Të njëjtën gjë kush e bajnë, edhe melekët kërkojnë faljen, mëshirën, magfiretin e Allahut ndaj kujt. Banorët e qiellit, banorët e tokës, bubreci i cili është në thellësirën e tokës, po edhe ajo balena e cila është në thellësirën e detit, këto tjerët kërkojnë falje, mëshirë, e lutin Allahun që Allahu ta fale, ta mëshirone, cilën atë dietar i cili ju mëson njerëzve hajrin, u mëson njerëzve mirësin. Prandaj kjo çështje është diçka e madhe. Kur e pash këtë hadith, kush janë melekët? Ke komenti i hadithit është melekët e Allahut bëhet fjalë për ato që e mbajnë arshin. Nuk ka melek më i madh se melekët që e mbajnë arshin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj edhe me një ajet do ta përfundoj, këto e kam lexuar sot. Komentim kur thot Sheikh Muhammed al-Amin ibn Muhammed al-Mukhtar al-Shanqiti. Hoxha e njëse atje i ka kri studimet në Saudi, ndoshta edhe ka taku mufesir, ka qenë komentator, thot për një ajet, subhanallah, dhe jam habit kur e kom lezu, thot, Wallahu khalaqakum, Allahu ju ka kriju juve, thumme yatawaffakum, e pastaj do t'ua merr juve shpirtin. Fa minkum man yuraddu ila ardhalil umr, e për juve dikush do ta përjetone atë pleçnin e skajme. Hatta la ja'leme min ba'di ilmin shay'a, derisa të harone diturin e ti. Inna Allahe alimun qadir. E Allahu është i gjithë ditur dhe është i plot fuqishëm. Thot Muhammed Amin al-Mukhtar al-Shanqiti, thot gjithë e harojnë diturin, me përjashtim dietarë të mëdhej, sinqertë, cilët janë me Allahun subhanahu wa taala, ato deri momentin kur vdesin e kanë në kokë diturinë e tyre, rrugën e hajrit, mirësinë që ja mësojnë njerëzve me këto, thot i ka dallu Allahu subhanahu wa taala dietarët e sinqertë se ata nuk e hupin vetdijen e tij. Tregohet për dietarëve shumë me emra, si Ibn Bazi, si Sheikh Uthemini, për një prej atyre edhe Sheikh Albani, Allahu i mëshiroft të gjithë. Domethënë diturinë e tij, çështja e hadithit, domethënë deri momentin e fundit i ka ditë ai emrat e burrave, ki e ka transmetuar prej këtij prej atij tjetrit, e Allahu Gjelleshanuhu shiqoni i ka dallu dietarët prej tjerëve në këtë moment, që ato diturinë e tyre, mumërinë e tyre, logjikën e tyre, mendjen e tyre, menduarit e tyre, nuk e hupin deri momentin kur vdesin. E argumentohet edhe me një ajet tjetër, thot, thumma radadnahu asfala safilin, kur thot Allahu pastaj njerëzit i çojmë në atë shkallën më të ulur, më të poshtër, illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Me përjashtim të atyre të cilët kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira. Unë vlezër tash nuk e vazhdoj më tepër, për arsye se sot fjalën e ka hoxha i nderuar Sevdail Jakupi dhe ja përcjellim fjalën hoxhës së nderuar, ashtu në shenjë nderi dhe respekti dhe jo në shenjë urdhëri dhe obligimi. Tfaddal Sheikh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Falenderojmë Allahun, shumë salatë dhe selam e pejgamberit tonë të dashur Muhammed alayhi salatu wasalam, vullës së shetnijës, mësuesit njerëzis, shefat dhënësit në ditën e gjykimit. Allahu na mundsof më kon pjesë e shefatit dhe në bajrakun e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Salatë e selame për familjen e tij të ngushtë, shokët e tij besnik, gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e besimit të drejtë islam. Nderuar vëllezër, që këtu janë prezant, më lejoni të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me përshëndetjen e banorëve të xhenetit, me përshëndetjen që ne përfundojmë namazin me të, edhe inshallah me lajket na presin inshallah atë ditë kur do të na thojnë hyni në xhenet, qofshit mëshiruar inshallah. Jam sot i privilegjuar të jem në mesin tuaj, jam në mesin e vëllezërve tan shqiptar dhe jo shqiptar, cilët gravitojnë në këtë xhami, cilët keni shpreh dëshirën dhe të jeni prezant në këtë tubim këtë tuajin, që unë besoj që e keni ju rregullisht kështu.
duke u mundu që secili prej jush të keni kontakte me njëri tjetrin, të keni kontakte edhe me imamin, të keni kontakte edhe me fejen e Zotit, ashtu që këtë amanet që e kemi mbisu për vllazën të fejes, inshallah secili prej neve e quajmë faqebardh inshallah te Zoti. E dalim faqebardh për Allahu të çiplot, se njeri kudo që është, ai e ka amanet fejen e Allahut të çiplot. Falenderoj me falënderim të veçantë imamin e juaj, Allah e rujt inshallah, për mundësien e dhanë që t'jem prezentu sot para jush, edhe këshillit xhamisë t'juaj, cilët kanë shpreh gatishmërinë që unë t'jem sot me ju këtu. Nuk do të kallëzoj vallahi diçka që hoxha ju s'ka kallëzu, po veç me pa këto ftyra të cilët i bin sejdë Allahut për mua mjafton. O interesant për muslimant, nuk e di ajo ka rastis, ju më rastis të shpesh. Nga njëherë ku shkoj me një vend me gjithsesi për herë të parë jam në këtë xhami, edhe pash edhe shumë xhamat ton këtu që të luginës ishin xhamati i xhamisë këtu. Edhe po të tjera që si kanë pa kur, nga njëherë duket si ki pa kinet me ta dikon. Duket si ki qëndru me ta dikon. Kjo është mrekullia e namazit përbashkët. Kjo është mrekullia e xhamisë, kjo është mrekullia e namazit me xhamat që e falni bashkarisht. Këto na e pa Allahu fuqiplot. Këto s'ka mundësi kurkush me na e marrën. Andaj ora, siç e dini ju, i dashmi Allahut Muhammed sallallahu ka thonë në një hadith që namazi që falet në shtëpi dhe namazi që falet me xhamat ka dallim të madh në shpërblim. Me një rast thot 25, me një rast thot 27 sevape. Ka më shumë, 27 herë më shumë. Pse? Shkaku i kësaj. E ke prit derisa e mbledh muslimanët, e ke prit imamit derisa ka dalë, e ke prit njëri tjetrin, dhe ke duru njëri tjetrin, jeni mësuar me njëri tjetrit, edhe kjo e bën lidhshmërinë, e plotson atë safin ton, atë rreshtin ton. Unë nuk do dal pi kësaj teme, unë nuk do të tregoj diçka jashtë kësaj që veç hoxha e filloi pak më herët, hoxha nderuam. Edhe me këtë që fillova, është se Islami neve na jep një disiplinë. Këtë kam menduar me fol sot me ju. Për ditë ne e përjetojmë disiplinën që na jep Islami. Atë rregullin që e marrim ne. Ti ndesh quaj disiplinë, ndesh quaj rregull, ndesh quaj namaz, ndesh quaj agjerim, ndesh quaj haxh, po kjo përkthehet me një term tjetër, disiplinë. Na bën neve të rregull, na bën neve të përshtatshëm për çdo vend, sepse je disiplinuar. Po disiplina ka shumë disiplina ndryshme në botë, po në Islam disiplina më e mirë është ajo disiplina kur muslimani i kryen obligimet e Allahut të çiplot dhe nuk e thën ligjin e Zotit. Kjo disiplina që muslimani duhet të pas. E një musliman që e ka këtë disiplinë, ai është që disiplinën që ka ardhur Islami, ka ardhur Kurani, është me na bën neve disiplinuar. E shihni këtë sot? E falim namazin e acis, mas imamit na kënaqi me zonin e vet, mashallah. Edhe nuk tingëllojke kur gjë, zoni nuk tingëllojke. Shpesh në për xhamia tonë them, nga njëherë do një fëmijë le të dadroje, po le të dadroje, shoqër që ja. Kushdo mos me një zot fëmijës le shkojnë në Vatikan, s'ka fëmija që hiç. Xhamia tona derisa tingëllojnë fëmijët, djemë edhe pa vajza, kjo është ardhmëria jon. E nga njëherë tu lut, nga njëherë tu hin, nga njëherë tu dal, nga njëherë unxhen e mësojnë elhamin, e mësojnë kule vallahin. Çka ka? Islami kështu është, trashëgohet brez pas brezi. E vjen dita që edhe ai urtohet, hunxhet në saf me juve, edhe vesh ku ta shifshe, ata me gjithë respektin për gjeneratën e më shume, po ata do safa do duhet më zamencutë një herë, se e vjen emaneti i fundit, Allahu fuqiplot i merr ata. E kush e zamencon? Këta fëmijë që sot po sillen këtë parë. E kjo është mrekullia e xhamive dhe ju që keni kontribu që këtë xhami deri këtu sot me e pruhet. Edhe inshallah gjithmonë vazhdoni kështu, edhe inshallah planet e juve që keni me rrit e me ble me bot juven, inshallah Allahu ja leton, sa më let, e ja leni vakëf juve, e besoj që e dini vakëfi çka është, kushdo kohë që sillet në xhami, në atë vakëf, edhe merr prej saj, dil, dije, ilm, çka do koft, ta dini që shpërblimi i vjen edhe te vorri. Nuk mbyllet kurrë. Allahu ja lecoft inshallah. Allahu fuqiplot në Kur'an që innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Vërtet, ata të cilët thanë Zoti jon është Allahu, thumma istaqamu dhe u përqendruan, domethënë u bën të disiplinuar. U përqendruan i disiplinuar. Atyre u zbresin melaiket kur në momentin e vdekjes, në momentin ku përmendi hoxha pak më herët, në momentin
kur njerëzve ju humb diturinë, Allahu që dërgon me lajke. Ka me lajke dedikum nderuar vllazën që në momentin e fundit vinë muslimanit me dhon myjde. Se mos u mërzit se kime vdek, mos u mërzit se kime lën shtëpinë në gjys, mos u mërzit se djali ka me të brapa apo vajza pa martu, mos u mërzit. Ka kush kujdeset për ta. I japin myjde këto me lajke, derisa shkon ai i lumtur shkon në dynjë. Me lajket bojnë dua për ta, lutën për ta. Pse? Sepse ai ka qenë i disiplinuar në jetën e tij dhe atë që e ka përjetu prej islamit, atë që e ka përjetu prej Kur'anit edhe prej sunetit pejgamberit tonë alayhis salam, ai e ka realizu këto. Po disiplina është përmendur edhe në hadithet e Muhamedit alayhis salam. Unë shkaku i vllazën këtu që janë arab, po lexoj hadithin në arabisht. Laysa ash-shadidu bil quwwa inma ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Muhamedi alayhis salam tha, nuk është i fort ai që ka fuqi më përballë me dikona, përballë, e ka dikona përballë. Po i fuqishëm i vërtet është ai i cili kur nervozohet, i dhnohet, tha e man veten është sabërlit durimtar. Kjo është i fuqishmi. Çfarë do të kjo i disiplinuemi. Kjo është ai i cili tan kohën veten e vet dhe nefsin e vet, egon e vet e ka mësuar që duhet unë me u kontrollue. Pse? Sepse ka dikush që nëse e meriton idhnimin e tij une, që është Allahu fuqiplot, Allahu më kur nuk e falë rrugën e Zot. E ju e dini se njeri kur nervozohet nga njerë kur i dhnohet, mund të më folë edhe fjalë pa menduar më mirë. Për atë, pejgamberi sa më tha, ai i cili e kontrollon veten në momentin e idhnimit, ai tha është i disiplinuar. Po ja po na kap idhnimi, tha Muhamedi sa më kënde kap idhnimi, tha le të më çoj salatë dhe selamu, Allahu ka më hekta. Dy shokë shikon afër njëri për tine u skuq për nervozës për idhnimit, Muhamedi sa më tha, inni la alimu kalimatan, unë e di tha një fjalë, law qalaha la dhahaba al-ghadab minni. Tha unë tha e di një fjalë që nëse tha ky që u idhnu, e thot një fjalë tha Allahu tha kam heq idhnimin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde prej shejtanit se kjo shejtani është ka ardhur aty. Disiplina e Islamit, disiplina e muslimanëve ka bërë që Islami ka mri këtu sot vëllazën. Kush e ka mandu për shkakun para 40-50 vjetëve ata të partë tonë, shqiptarë, jo shqiptarë që kanë ardhur në Gjermani, që ka shumë do të ketë xhamia në Gjermani. Shqiptarëve e jo shqiptarëve, kush e ka mendu këtë? Allahu fuqiplot kaderin e vet ta dini që ka më qiu në vend, ka më qiu, në vend ka më qiu. Po amo ja që Allahu fuqiplot shkaku i disiplinës dhe i mendimit dhe i mentalitetit të mirë që e patën shqiptarët, edhe të tjerët, e bën që të gjenë rrugë dhe zgjidhjen që ta bëjnë një vend sa do pak të mirë apo të vogël, që na më u tubu ndër veti me nguli gjëratën e një hoxhës. E jardhërejnë dhe dhune sot me fonet. Po të thotë, këtë dëshë me thonë që është kontributi atinve që kam qenë disiplinum, kanë qenë në rendi, dëmoni i kanë lënë do teket veta, unë jam i bindur fuqishëm, se çdo njëri për ju keni lënë shumë punë sonte keni lënën. Me familjet e juve, me shokët e juve, me kujt diçka. Keni ardhur këtu ligjëratën e hoxhës që ka pasën. Me ardhur me dëgjuar. Pse? Mo pa me vllazën, me mësue, sepse jeta që është jashtë, është jeta që besoni bateriet më të forta me bëmë i pasën, por na i harxhon brenda gjys ditës. I vetme që po na mbush po ç'ky namaz, ç'kjo xhami, mu të bu njerëzit ndër vete, mu taku njëri me tjetrin. Ta harrojmë të një lloj pak anësh se u shashtresëm me këtë dynjë, edhe sa punë me zaftue. Po mbi gjitha, ato minutazhe që na kanë dhënë, ato ditë që na kanë dhënë Allahu fuqipot vetëm ai e di, ato po harxhohen vllazën. Po vjen momenti që kena me lënë këtë dynjë, frymin e fundit kena me lënë. E mos anë çka kena me marr me vetim? Përveç veprave tua, Muhamedi sa më tha, të vdekurin e përcjellin 3 gjana deri te vorri. Familja, pasuria dhe punët e tij. Familja dhe pasunia kthehen brapa, me të mbeten veprat e tij. Çka do kohë që ka punu, me të mbetet në varr. Ju e dini që Allahu fuqiplot për madhënisë vet. Na e ka bënë neve, na e ka treguar se kjo dunja që është përreth nesh, kjo funksionon me një disiplinë, me një kontroll të jashtëzakonshëm. Krijim në detaje, në imësina dhe kur gjë nuk lëviz asaj disipline që Allahu fuqiplot ka kriju. Allahu thënë Kur'an, le shamsu yanbaghi ila an tudrika al-qamara wala laylu sabiqu an-nahar
wa kullun fi falakin yasbahun. As dielli nuk e zën hanën, e as hana nuk del para ditës, dhe që të gjithë notoj në orbitat e tyre. Që ta shkencëtar që po thonë për ditë, që kjo botë është i kriju me mënyrë milimetrike, nuk i lëviz kur gjoja, që ata aprap kthehen, kjo thot nuk ka krijues. Kjo nuk ka krijues. Ai mas miri ka mri me studiu, me teleskopa, me satelite, me shka kap, me ka mri teknologjien, e i ka argumentet para veti për krijueshmërinë kaq delikate të Allahut që plot, edhe thot, jo thot s'ka krijues. Ateist, po dalaj, ateist, po thot, unë s'besojnë kur gjë. Për shka kjo kështu? Ka hi kjo në mod, edhe pe thot e ka një pi tjetrit. O të njeri, si i thu ti këtu Allahut që plot, që ti nuk ekziston? Si mundesh me thonë dikuj që edhe ai i pa feje dhe i qafiri më i madh, në momentin kur i vjen dë një taksirat, në anije, thot Zotin Kur'an, ose neve që na ndodhin në aeroplan, mundet me na ndodhen, kënd ai ateisti kam ju lutën, o Zot shpëtona, o Zot shpëtona, pe thot pimrena, pe thot, pimrena, pe thot, shpëtona. Imam Sha'rawi, rahmetullahi alaihi, thot një gjë, që përndaj sot me ju, çdo emër që ekziston, thot në botë që ekziston, njeri isha i kanu, shumë kjo mikrofoni, kjo dash njerë mu zbulu, tani me janu emnin, po s'ka mujt me jandu emnin pa zbulu e kanë zbulu njerë, tani e kanu emnin mikrofon. Kjo vlen për çdo zbulim njerëzit që e kanë bëhe. Veç për njonin zvlen, a thu për kona zvlen. Veç për Allahun fuqiplot zvlen. Kjo rregull zvlen. As se ka pa, as ka net me të, as se Allahu fuqiplot ekziston pa e pa njeri hiç. Emni i tij ekziston. Po Imam Sha'rawi vazhdon edhe më tutje. Thot, a keni ndëgjuar në gjitha gjuhët e botës që dikush një sendit apo një emnit ja kanë emrin Allah? Kurja. Ka pas faraona, s'ka pas këtë një. Pse s'u quajtën ata me atë emën? Nishin quajt. Do thot, Allahu fuqiplot ka sjell me qindra e mira argumente për njeriu, me janë nështru Allahu fuqiplot që njeriu më u bind në ekzistimin e Allahut fuqiplot. Po ta dini një gjë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thirr njerëzit në Islam. Ka ardh Bilal Habeshiu pe Etiopia se ka pranu Muhamedi sallallahu si Muhammed, si pejgamber. Apo të tjerët pe fiseve tjera e kanë pranu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po pe kurajshve që janë rrit me Muhamedi sallallahu se kanë pranu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A dini çfarë mrekullie ka pas? Këto e kom gjetë rishtazi në librat e historisë islame. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dini kur ka bë migrimin prej Mekës në Medinë, ma herët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka rujt pasuritë e Mekasve, për ato u quajt El Emin, besniku, pse? S'ka pas bankën atë kohë, e pasunin, arin, altënin që kanë pas ata banorët e Mekës, e i kalon të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i rujt. Dëgjoni tash. Amo këta se kallzojnë të tjerët. E kon fjalën ata që janë kundra Islamit. Thojnë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam megjithse u bë pejgamber, megjithse këta se kanë besu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për pejgamber, prap pasuritë si kanë tërhequr për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se s'kan pas njeri më besnik se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A kënena se kanë besu profetien. Shifni? Kur ata kanë marrë pasurinë të mbrapa, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se me unis me Abu Bekrin për Medinë, ja ka çu pasurinë, ka thonë çe pasurinë se unë eca. Kjo e tash për pejgamberi kanë pasur. Këta e kanë pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe prapë se kanë besu. Cili prej neve ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Po na nëndër kena qef me pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Na vetëm nëndër na kish mundsu Allahu fuqifillot, por neve i shkon gëzimi më i madh për këtë dynjë. Ata e kanë pa se kanë besu. Shef? I ku na është udhëzimi, a thua? Hoxha fol. Unë sa dim fol me. Allahu neve na pyet në ditën e gjykimit, pse një dije që e ke di se ke kallzuar ti xhamati? Me urtësi, me edukat, me edeb, në mënyrën më të mirë të mundshëm. Edhe pse ti se ke bëu këto? E hoxha di këto e kallzon me vakt xhamatin e vetëm son. Edhe masanej, udhëzimi është në dorën e Zotit. Hoxhobe gruaja jote s'po falke? Çfarë bëu hoxha gruas? Gjaliat me s'po vjen xhami s'po falet, çka më bëu hoxha gjalit vet? Çka më bëu? Në burg e kanë zonë me drog për vrasje djalin e hoxhës. Çka të bëjë hoxha? Çata shka mëson xhamati e ka mësuar fëmijës vet, po ja që i dul tefterit. Po ja po çudit e çit në Kur'anin.
Nuhin a.s. 950 vjet o vllazën i ka thënë njerëzit në Islam. A dini kush se ka besuar? Djali vetë se ka besuar. Djali vetë se ka besuar. Edhe shkoi si qafer, si pa fe. Për krahasim më i madh i Muhamedit s.a.s. që ka mbrojt në jetën publike Abu Talibi, se ka besuar Muhamedi s.a.s. Nuk e ka besuar. Bilal Habeshiu e ka besuar. Pi Etiopijës ka ardhur. Muhamedi s.a.s. tha, o Bilal tha, çka je të bëni far punë tha që kam dëgju tha shoqëritën e papuçeve tua mbram në xhenet. Allah Allah, Bilal Habeshia. E muezini i pari Muhamedi s.a.s. që ka thirr tekbir, Allahu Akbar, ezanin. Tha vallahi Rasulullah tha sarçit me abdes ta unë tha i fali 2 rekate namaz. Disiplinë, i vëmendshëm. Tu e di që Allahu fuqiplot nuk na këshyra vllazën, as ftyrat, as pasunit, as prej ardhjet, as sa djemi ki, as sa vllazën, valla na kallabllëkin, ai zvet, sa kallabllëk jeti. Hiç pytaj. Çka është? Ta këshysha kin zemër. Në zemër. Zemrën e çelë me Zotin Allahu fuqiplot. Allahu ka me të qelë udhë e dynjas dhe të ahiretit. A keni pa me krijimin e Allahut fuqiplot diçka që nuk përputhet njënja me tjetrën? Edhe në deti kur shkon e ka heshin e vet. Edhe në male ku ngjitës e ka heshin e vet. I keni pa ato kodrat? Nuk janë shqetësuese, janë relaksuese për synin. Po e këshir me qiellin përpjet, është i kaltër, ngjyrën më të mirë që na i qetëson synin. Po natën e ka heshu Allahu fuqiplot me yje. Allahu thot në Kur'an, hal tara fi khalqi rrahmani min tafawut. A jetu pa në krijimin e mëshiruesit Rahman, emri i Allahut fuqiplot. A ki pa mos përputhet diçka? Ka diçka që nuk përputhet njëna me tjetrën. E gjitha kjo që funksionon, na tregon që këtu ka disiplinë o xhamat. Ka disiplinë. Pi tashit, telefonit ta çet, namazi i yacies mas 50 vjet sa ka më konën. S'livrit dielli, nuk livrit, heç nuk livrit. Muhamedi sa thot në hadith, çdo mëngjes dielli shkon i bën në arsh Allahu fuqiplot në sejdë. I bën sejdë Allahu fuqiplot. Edhe me lejen e Zotit dielli lind. Derisa ka më ardhur një ditë, ajo është për shenjave të mëdha të kiametit, thot Allahu fuqiplot thot ja sa s'kem me lik pi lindjes, kim me lik pi perëndimit. Çatëherë Allahu nuk e pranon pendimin as kujt. Ama deri atëherë, dera Allahu të çel, kom bo gjëna, po kush apo gjëna këtu? Se cili kemi gjëna, kush më shumë, kush më pak. Po muslimani disiplinum e din se Allahu fuqiplot për mëshirës ti ka me e parthaku edhe muslimanin i cili edhe muslimane ka pas mundësi me pas gabime. A kemi disiplinë jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Gjithë xhallarët e tregojnë që pejgamberi alayhis salam i ka pas mëkatet e falura, të kaluara të tarshmet. O çonte natën në fal namaz natë, Hazreti Aisha i thonte gryave, ja Rasulullah kom tu kan aj, çau bo kështu. A ti ka fal Zoti kusurët, gjinat i ka fal krejt. Mire vetën pak më let. Oj Aisha, e fala e kun abdan shakuran. A mos më kon rob falendërues ndaj Zotit, disiplinum. Kur ndodhi një vjedhje në Medinë, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi Osame bin Zeid me intervenu te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për një vjedhse në kohën e Medinës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, "Atashfa fi haddin min hududillah?" Tha, po do me intervenu në një vendim për vendimeve të Zotit? Tha, vallahi, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kështu është disiplina. Edhe Fatimi aqika Muhamedit pas vjedh tha, dora tha sa i shpreh. Zihet ministri, zihet kryetari, zihet ai qetit, tu vjedh për ditë me kamera, e me ka keq zihet, i vjedh mos e dush. Në gjitha vendet arabe, në gjitha vendet islame, në përgjithësi, s'po i shtim. Kur kushi nuk del para llogarisë me dhon pasin. Na e dim që ditën e gjykimit se cili ka me dhon pëtenve, po na pe asaj po vujm. Sepse disiplinën e islamit njerëzit nuk e duan, sepse disiplina e islamit i pengon njerëzve, se disiplina e islamit ta ndalon alkoolin, ta ndalon zinën, ta ndalon kumarin, ta ndalon bigjozin, ta ndalon kamatën, ta ndalon këta këtu. E pse bota pe din që është islami vërtet as pranojnë? Për ditë dalin folën për to. Sepse pikërisht tash ai fola unë i pengon botës. E ata i kanë shti bizneset, i kanë shti aty fitimin e madh, edhe nuk doan më të rreq. Kur derisa të bindet se vërtet ligji i Zotit është në ta shpëtimi në këtë dunjë dhe në botën tjetër. Disiplina është disa lloje. Për tyne që ka përmendur ulemaja islam është disiplinë shpirtërore, siç është namazi, është zekati, është haxhi. Ju e dini që pejgamberi alayhis salam në hadith ka thënë, gjëja e parë që ka më pyetur robi ditën e gjykimit është namazi.
Namazi, gjë e parë. Disiplinë me na bën neve, që mos me lë namazin. Allah thot në Kur'an që "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit edhe gjinaja nuk i kam kriju para asgjë tjetër vetëm për ibadet. Me bë Zotit ibadet. E kur të ndisë ditën e gjykimit, o robi jam, pse se falë namazin? Pse se kryte obligimin? Po u desh ke fëmijëve risk me qu. Po riskën unë e kam garantuar. Namazi s'pengon për risk. O vllazën. Namazi nuk pengon në asnjë aktivitet. Po më kam të pengu ditën kur të dish para Zotit, edhe vetëm para Zotit je, Allahu i pyet me largët e din shumë mirë. A ka ky robi jam namaz? Po në Zot s'ka namaz. Gjunën. Janë të prit namazlit, me ata të kry, thot. Këta lënën e herë, s'kam punë me ta. E kur vin namazlit, a ka namaz ky pa Zot? Atëherë pejgamberi sa më tha, po ky personi thot, a e ka këtë farz? Jo Zot, s'ka këtë. Po në merja në thot pi mëshirës teme, pi synetave që i ka falën, plotësojeni farzit, pi madhnisë Allahu të plot. Synetin me ta plotsu Allahu që plot farzin. Pi madhnisë tina. Inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta Zot në Kur'an. Vërtet, namazi është në kohë të caktuar. Dhe s'ka mundësi me u lëviz namazi, përveç se në kohën e vet. Pastaj, ju e dini që bota ka marrë shumë prej islamit. Në një simpozium mbajtur në Riyadh, të Arabisë Saudite, një prej shkencëtarëve orientalistëve, ata mirën me studimin e lëndëve gjithat që vijnë prej lindjes, ndave edhe për islamin. Njëri prej tyre përmend thotë që ne thot gjermanët para luftës parë botërore, ku kanë folë këta, thot pas kanë folë këtë për më një herë. Si të na tash gratë që folë këtë për më një herë. Kur kush kërkona se kanë guheq. Po ta në kontakti të pas me britanezët, dëgjoni tash me britanezët, ata tha, na pëlqej neve gjermanëve kjo, na pëlqej, po desh ka me ngu njëri tjetrin. Edhe e morëm ata. Edhe ju më mirë se unë dini këto se kanë këta traditë. Mirë, po këta pikon e morën për britanezët. Pa morën për neve, xhamat. Vllazën për neve morën. Për neve. O Xhafal këtë dëgjojnë, ditë xumaje. Çka tha Muhamedi sam? Ai që ditë xumaje, shoku vet në xhami i thot, mos fol, edhe ai ka prish në xhamaja. Se le më që fol. Se duhet dëgjohet hutbja, duhet dëgjohet fjalimi, edukat, disiplinë, terbije. A nuk ka kështu? A dini që rastin e Muhamedit sam në haxhin lëm të mirës thuhet që 100.000 haxhi kanë qenë. Edhe Muhamedi sa më ka marrë hutbetul wada, hutbja lëm të mirës. Shumë ka folur me zram për ta. Si ka mundën ashabt me dëgju 100.000 haxhi as pa mikrofon, as pa kurrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hajde tash. Disiplinë vllazën, disiplinë. Kur ka thënë mësam rreshton para luftës me dalë në xhihad, u kryet aty s'ka më gishit e para të mas. U kryet. Çështu ka qenë disiplina betës. Vakti namazit disiplinë u kryet. Disiplinë. Pra musliman kanë rrit, aty ku kanë rrit ezani, aty ku kanë rrit Kur'ani, kanë rrit me disiplinë, jo me thashë theme. Jo të i thonë ti njerëzit, valla dal në 7 apo ku dala në 8. Qysh bëpo termina ke për 7? Pas vonë me dal në 6:50. Shembull e kon fjalën. Islami ka mri me disiplinë. Ne gjithsesi mi kon kështu që jemi tash. Mere botën islame, në përgjithësi, 95% termineve nuk i përmbahen. Ndesh punën tonë shaki botë shtëpia, ndesh murin, ndesh dovarin. Asnjë mjeshtër s'ka në fjalë, ai nuk të rre. Nuk të rre. S'kemi disiplinë xhamat. A mo fejen se kemi çështu. Pse na çështu jemi, s'do më thonë që feja çështu është. Unë po kallzoj për feja çka është. A na pse jemi? Do na ta marrim shembullin, edhe kena mundësina për mësue. Se kjo është edukat e lartë, njeri më kone disiplinuar. Muhamedi sallam o konë të mbajt hutben ditë xumaje, edhe ka qenë një fis Beni Auf, edhe ko gjajar për xhamisë Muhamedi sallam, po e dini në atë kohë xhamia Muhamedi sallam s'ka pas as murë. Dhe që ka pas do shtylla drunit, edhe qelu kon ketë. Muhamedi sallam i ka thënë njënit përpara, ka thënë ulu, se të më shohin njerëzit të e kallzu fjalimin. E njëni Beni Auf që larg, domon hama 1 kilometër, aja që ul. Ishte disiplinë. Aja që ul. Muhamedi sa tha ulu, ai mendoj që aty i thot, aja që ul. Terbije, disiplinë. Disiplinë muslimanët kanë pas gjithë, edhe suksesi asnjëherë nuk i ka mungu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi përmes xhamisë ti, edhe i pa njerëzit në autobus, si na këtu sonte që mi të bue,
edhe i pa zoni s'punihet, në veti pa përmendin Allahun fuqiplot. Çka jeni mbledh tha sonte? Tha vallahi Rasulullah jena mbledh tha veç me përmend Allahun fuqiplot, po dhikr Zotin. Veç me përmend Allahun fuqiplot. Tha nuk si kam mbledh gjithçka? Tha jo. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ama inni lam astah bikum tuhmatan lakum, walakin watana Jibril fa akhbarani an Allah azza wa jall yubahi bikum al malaika." Tha unë po e besoj që është e vërtet. Po erdhi Jibril alayhis salam, tha se Allahu po lavdrohet te melaiket e veta me ndejen e ju, me mexhlisin e ju, disiplinë, jo me ushtue, jo me trishtu gjinja shka të ndodh aty. Shumë sekte në botë ndodhin me tupana, me daulla, me shpata hinta, me ta ethet mbak me tishnije. S'është marrë ky Islam. Islam qesh është. Ligjërat mbajnë, e përmendin Allahun fuqiplot, këshillojnë njëri me tjetrin, ndihmojnë njëri me tjetrin. Ky është Islam. Jo mos ashtris gjinja ndërve me trishtu me fëmija me këtë. So kjo Islam. Çka po tregojnë të tjerët? Jo, Islami është pikërisht ky që ne po flasim. Përmendet Allahu fuqiplot, shpjegohet feja e Allahut fuqiplot. Aty ka hajër. Edhe Allahu fuqiplot sigurisht që nuk e hub mundin e robit. Pastaj është në Islam është disiplina morale, nderi, drejtësia, respekti. Ju e dini që Muhamedi sa më ka thënë një hadith, në hijen e Allahut fuqiplot, në arshin e Allahut ka më konë 7 grupe. Atë ditë s'ka me pas hije tjetër përveç hijes së Allahut. E Muhamedi sa më përmendi është udhëheci i drejtë, një prej atyre për ndershmërinë, thot i riu që i tha një grua së bukur i fregon Allahut. I runa zinas. Kjo disiplinë vëllazër. Ja mendoni që çaj imami që është udhëheci i drejtë, ja mendoni që brenda natës ai ka mri këto probleme? Jo bra. Po ju ka desh 20-30 vjet, ju ka dash aty me buk të më deri në 10 pikë. Ose për shembull ky tjetri i riu që i ka thonë jo zinas. Po ky ka pas disiplinë, jetë ka mri me thon këto. Jo ai që tankon gon muzikë dhe pi alkool, s'mundet me thonën. Sa e ka rrugën qelte zinaja. Po disiplinë, njeri me disiplinën e vet që ka përditshmëri, ka mundësi që Allahu fuqiplot e shpëton edhe mrin deri në një pikë mirë. Disiplina është edhe muslimani kur ka kontakt me tjetrin. Nëse ka bodëri lëshim, me i thonë vllaut vet, me i thonë familjes vet, me i thonë djalit vet, me i thonë babës vet, m'fal, u guta, shqetësova, fjalë të buta që njëri tjetrin me e kallëzu kulturën, edukatën, sepse disiplina, njeri disiplinum e zgjedh fjalën e parë, ndërsa ne jemi krijesa vllazën. Ne edhe pi fjalëve prekmi më shumë se sa pi smundjeve. Një fjalë e mirë dikush që ta thotë vallahi në qiellin e 7 hyb. A ke pa dikush kur ai smut, vjen me vizitue? Ta hek smujën me dorë. Smujën ta hek me dorë, dhimbtën ta hek. Ai tjetri, ai ndoshta të vërtetën e thot për smujën tonë. Ma kur dale, po më ku mos kish arbe që kjo se vallahi vish sa më shtoj gazepin, se kur gjë nuk më heki pisaj. Pse? Sepse fjalën e that mramën, fjalën. Dështa më thon me të, të na thuat di far fjalën një smut, që shku me vizitue, njënin tha, të na, e dini më bostani që përmendet, tha, ti tha, smutit, tha, pas kemi mbledh bostanit, do më thonë që edhe pas kemi ec. Tha, po, tha me ec, po, më ty po ta lo kolibën, tha. Me ec, po, kolibën, aty ku kanë na i thojmë aty çobani që ka rrit bostanin, aty që mos më vedha përpara, pse s'ti më kush kanë përpara, po. E tha, me ec, po ec, më ty tha po ta lo kolibën. E aty kimë dek. Domthon, kjo fjalë stuat, kjo nuk ka disiplinë, kjo nuk ka kulturë, më thon për e njerit. I riu duhet me nderu plakin, i riu duhet me nderu të moshuarin, i riu duhet me nderu shkencëtarin, duhet me nderu ai kur të fole, pse? Se kjo është terbia e jonja. Si jemi qartë jo? Domthon kjo është terbia, është kulturë me njëri me tjetrin. Jo më thonë që kulturë ko ka vetëm se kur të jenë autobus plakit me alshu vendi. Jo, po edhe ku të fole, edhe ku të jenë si prezant, se kjo është kulturë. Pejgamberi sa më tha, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Keni mëshirë me ata që janë tokë, Allahu ju mëshiron ai që në qiell. Kanë më pas mëshirë. Por qëllim ka qenë pleqt edhe fëmia. Keni mëshirë me ta. Keni mëshirë me ta. Se ata presin për juve mëshirë. Jeni fuqishëm, mëshironi. Ama Allahu fuqiplot ka më mëshiruar, sepse jeni në hisën ta. Tanë disiplina do duhet të jetë edhe me anëtarët e familjes. O vllazëm, shumë po na mungon kjo. Vallahi po na mungon. Po dalin ata mësimet e pleqve tanë, të cilët e kanë marrë një vit, po na dalin që ata ishin kon shumë më zgjuar se sa na. Edhe shumë më terbielishin konën. Në kalumën nuk i mujt me pas një ekces, po flas për login, besoj edhe ma gjenë kështu është.
nuk i mujt me dëgju një ekces mes një burrit edhe një gruajes që i kanë bërë fëmijët e vet për martesë, e me dal një problem një zonë e përlame, jo asnjëherë kur. As burri se ka teprua, ama as gruaja s'ka kërkuar diçka që s'u dashnë. E ju e dini hadithin e Muhamedit që e ka thënë, më i miri për ju është çaj më i miri me familjen e vet, me gruajën e vet, i disiplinum. Mos me hip qaf asaj gruaje pa nevojë. Mos i hip qaf pa nevojë. Për çka? Pse po mune? Asnjëherë. S'ka nevojë. Me fëmijët e tu, bënu i disiplinum, maje një rend. Një rend maje, sepse mbajtja e rendit nuk bie të këqija, bie vetëm se të mira. Masanej, këto kohën e sotme që po dëgjoj me strive, pikërisht prishjet e tyre në martesë, ndarjet e tyre, vallahi vëllazë nuk ka të shka vetë se s'ka disiplinë. Burri nuk e di vendin e vet, gruaja nuk e di vendin e vet. Bojnë fëmijë, nuk e din rendin e fëmijës, nuk e din kur veç hajt po vazhdojmë. Nuk ka jeta veç me ecë kështu. Disiplinë duhet më koni përmbajtur secili. Duhet me di se njeri çfarë obligime ke marrën. Thojnë po bëmi një çamë hoxh, edhe po vazhdojmë jetën. Nuk e din se çfarë përgjegjësie kanë marrën. Ta ka dhënë dikush një vajzë që e ka rrit me 500.000 probleme, ndoshta skalon spital pa e hec derisa u shëru, dini smundjet e diçka. Ta ka dhënë baba, ti më marr na përkon, po nuk thot Zoti kështu vëllazën. Nuk thot smirat, nisu pi evladit tonë nisu ti. Nisu pi motrës tonë, pi çikës tonë. A ki qef dikush me e boç ashtu shka i bën? Jo, pa tërë pse po bën ti grys tonë. Shumë thjesht është situata. Nëse don me çu jetë me një mbretnesh, me një njeri të kulturuar, ajo varet pe ti se si sillesh me gruan tonë. Po nëse do me çu jetë me një paçavër, atëherë bën e gruan tonë paçavër. Ne them paçavër kështu, lecka, si më thon. A do me çu bën atë çështë. Jo, i dashmion kështu s'ka qenë. Muhamedi sallallahu tregohet rasti i tij. Në frymën e fundit duke dhënë shpirt Muhamedi sallallahu erdhi vajza vet, Fatimia, më e dashura prej e vajzave. Erdhi me vizitu Muhamedi sallallahu. Kur e pa babën e vet, shtrit. Filloi me çaj, me dënes. Allah, Hazreti Aisha aty. Çka ka kjo Fatime që po kanë kështu po dënes për babën e vet? Kjo vetë si pejgamberi sa e ka dhimbtën e vdekjes. Edhe kjo ala më shumë pjashton dhimbtën babës vet. Mirë, Muhamedi sa më vdeq e varrosën. Ma vonë po shifat Hazreti Aisha me Fatimën. Hazreti Aisha me thot Fatimën, e Fatime. Pse ku erdhe me pa Muhamedi sallam? Për çka tha ti çajte me zon? Pse sunale? Më Aisha. Unë thajmë rrinë të shpit babës tem, pejgamberit alayhis salam. Ai për mua ka qenë babë. Ai ka qenë për mua çdo send. Tha pis si majnë mend, prej kohës që majnë mend e vogël unë. Kur kam hinë dhomë, dëgjoni tash, kur kam hinë dhomë, kur baba jem mu ulëm nuk më ka prit. O shqun komë, vllazën, për çikën e vet. Muhamedi sallam, edhe tha, le që shqun komë, po, tha më ka puth mball. Mball tha më ka puth. E tha unë ditë kur hina në shtrajt, a i suqutha, unë mungoj ka jo puthje në ballë, tha mungoj ke tha. Që ata tha unë e kajta, tha. Se ju mësu me puthjen e Muhamedi sallam, tha, babës tem. E që ata tha unë e qajtja, po që të shka. Se unë e di tha që i smuti së në qohet. Po më një mësu me këta. Pra Muhamedi sallam e ka rritë si mbretnesh, qikën e vetë. Edhe e ka mësu ata. E disiplinë o vllazën. Gruaja e huj, artisti i huj, gazetari ju, po qenë shpeki o vllazën. Nderoje. Jipja atë që Allahu fuqiplot na ka ngarku me neve, që të kemi përgjithësitë për ta. E cila është ne vetëm na nevojitet të vllazën më kthy në mësimet e Islamit. E cila është në katë rast jemi duke folë është jemi disiplinum. Baba ta dije vendin e vet ku e ka. Nona ta dije vendin e vet ku e ka. Djali çashtu, çika çashtu. Mos kemi vllazën probleme ndërveti. Për atë kthimi në mësimet e Islamit është shpëtim për neve, është disiplinë. E ta dini vallahi, në atë shtëpi që ka disiplinë, në atë vend s'ka problem. S'ka problem, mund do imcina, ama të janë të vogla, ato të kalushme. Po ja vllazën, 50 vjet, vallahi 50 vjet ka raste që ndahet. Po flas për lugin për shellës. 50 vjet. Unë kam një familjare për në Kosovë tregon rastin, tha megjithse na gjithë boç ashtu po. Tha u kon pjesë e stafit me i marrë shënimet, regjistrimin e popullatës, ka qenë para një kohë, shkurt, një vjet nuk o si ka. Edhe më tregon, tha, hoqë, tha, vallahi, tha, ku shkëshmi na për banesë, tha, me i regjistru familjar, tha, beso, tha, që me një katë, ajo kohë 5-6 banesë, banesat maje, mo, 5-6 banesë, 7 banesë, sa janë me një katë, tha, me një katë, vetëm një familje që lënë të e plotë.
Këtë të ndam. Se u desh kemi marrë, jo që më interesoj ke, po u desh kemi plotësuar ato listat. A je martu me a ki burra, ku burri, ku baba, ku qyshtek. Tha këtë të ndam, tha. Për shka? Pa disiplinum. Pa disiplina, hiç. Jam i qartë jo. Do thot, njeri ku të hin në martesë, do duhet ditë që ka ngarkesë, ka barë. Aja vlen. Po qysh me s'ja vlen? Vjen një pijot, i ban 60 vjeç tave, nipin tonë dhe berë për dore, bjen në xhami. Thirr bab gjesh. Ku ka se vap më mas sa kjo? Nipin tonë, vajzën tonë, djalin tonë. Mos me pas probleme. Megjithëse na kemi boll probleme tjera, po mos ja shtojmë edhe çet problem. Mos ja shtojmë çet problem. Pastaj po e mbyllim me një disiplinë shoqërore. Islami është bashkëpunim dhe ndihmë njëri tjetrin. Ju e dini që kjo nuk është e panjohur për neve si musliman, që ne ta kemi disiplinën e afërsisë me njëri tjetrit, me u përkrah njëri me tjetrin, sepse në ta është shpëtimi. Muhamedi sa më thanë një hadith. Ditën e gjykimit secili keni me pas diellin mbi kokë, përveç ata që ka dhënë sadak. Sadaka aty ne bën hije. Sadaka ku është? Sadaka më mirë Muhamedi sa më thash, aty ku ke familjen tënde. Shpesh neve xhallarë na pyesin xhamati, hoxha ku më dhën sadakën? Po familjen tënde vëlla. Familjen tënde. A ki vllaun, a ki kushërinin, a ki mixhin, a ki dajin, a ki tezën, ka nevojë. Çajo është, ajo është edhe mbajtje lidhës farefisnore, edhe sadak. Dy sevape i ki. Jep aty nuk ja huç hiç, s'ka bën hiç. Sadak, ndajeni diçka, bëni disiplinum, sepse pikërisht çajo ka më ndihmu ti shumë. Del për Allahu fuqi plot dhe del i shpëtuar shkaku i disiplinës që ke pas një jetë. Një prej rasteve të fundit që kam lexuar në Egjipt, e kesh edhe imami këtu të Egjiptit, efendiun këtu. Njoni e shef pejgamberin sa në ëndër. Në ëndër e shef. Tha Muhamedi sa po thotina, filanin kushien tënd me marr me çu numre. U çu sabale, e bën mend kushia vet, alkoolin e pi, i xhamis nuk është. Shme çu ma numre këta une? Shme çu numre këta? E shukat muhabetin, s'fol hiç. Ama një natë tjetër për shef në ëndër. Muhamedi e Sam, ju e dini që kush e shef Muhamedi e Sam, e ka pa Muhamedi e Sam në ëndër. Se shejtani s'ka mundësi më shndru në formë pejgamberit e Sam. Mirë. E pa për s'dyt, tha filanin me emrin mbi emrin me pronumre. Allah. Shkoj te hoxha i mahallës, atë mara hoxha çu tham ka ndodhur. Tha nëse ndodha një herë e treta vërteta, tha dush ma bo qarën me çu tha numre. O zot, çka më bë me tashti? Pra për stret po e shef në ëndër. Herën e tretë, me xhburki i obliguar me shkon shpejt te ky koshia. Hinte koshia aty. Foto koshi thot e kam bënë një rezervim për numre edhe për mua edhe për ty. Kështu, po duhet më shon mend me atë fjalë. Tha si tha për mua për ty? Tha unë tha s'dias më fal. Unë tha prisha ki kamera reagu për mua, kam thonë jo. Unë tha s'dias më fal. Ku e tha këtë fjalë? Ja, po kjo puna më e lehta, unë mësoj tha, s'ke gale. Ta mësoj namazin sa qelem shëlsyt. E jam mësova namazin herë dita me shku, tha shku numre. Allah na mëson inshallah keve. Edhe shkum tha numre. Atje, herën e parë tha imami udhëheci, na mësoi efendi tavafin, na mësoi rregullën që është praktikën e tavafit e umrës, edhe krytëm. Ai me neve. Tankon kaj ketha. Tankon çante. Të nesër men kur u çum tha, ndom me to tha unë. Kur u çova pe xhumit, sa është ai aty? Nuk është, ndom tha s'është. Allah kush ka kë? E lepëm në hotel, sa është lepëm? S'po kthehet. Erdh dreka, erdhi kindi, erdha akşamër dhe atje s'ka, e lamrun polici. Vllazën, ai kish dek, në çfarë kish dek? Kish dek në sejdë. Në sejdë kish dek. Po ky tash ky rasti çfarë tregon? Tha u që dita si ka mundësi njeri me një omre me fitu xhenetin e vllazën, si ka mundësi kjo? Çka ka boki? Ka diçka këtu. Ka dëni urtësi si unë ala sa mos zbulue. Ku kthehet pe omrës shkon te shtëpia e tij, edhe i shpreh ngushëllime me familjen e vet, gryes e tij Rametlies. A ka mundësi ta të kallëzoj çfarë pun ka bu burriat? Ja shoh Zoti me dek çave vllazën. Tha burri jam gryja tha. Nuk e kon çasi kjash tash sa keni menduar tha jo tha. Ajo kon mësos. Mësos në arsim ka punu. Tha rrogën ku e ka marrën, tha një pjesë të asaj gjithmonë tha ka dhënë tha sadak. Qytesh? Disiplina. Ka dhënë sadak, apo një isë të vogël ka ndar. Tha një herë pe hera, tha kjo graveta. Unë tha dyshojsha tha mos të shku mas grave të huaja se më komar. Edhe tha pe përcjell tha, masi e mor rrogën. Hini me një shtëpi edhe dol. Mirë. Masi shkoj ai tha unë hina në shtëpi. Ku hina?
e pash një plak. Një plak, shtëpi e varfën, ti kish pas 3 jetima ajo plaka. Tha njofte këta kush ja sa njofte ata kush është kë. E çka bëni tha kë? Tha gjithmonë tha kë në mujta më bie do para thëmë. E pas ti tha, ky tash kë gruaja pe ja kallzon këtij rasti tha. Çka kë shoku i tij në udhtim çka kë. Tha ky tha rastin fjalë, gruaja tha plaka tha më thot tha nuk e njoh, para më jep gjithë, nuk e di kush është. Veç ta unë bëj një dua. O Zoti ta bof nasib në qabe në sejdë me vdek. Allah disiplin me jetimin, disiplin me dafërmin tonë. Jeta o disiplina xhamat. Nëse ne jepim disiplinës, ne e kemi fejan tonë disiplinë. Po kena mundësi edhe për këtin ku jemi këtu me marrë shumë disiplinë. Se edhe këta me disiplinë kam rritë ku jemi na këta, me disiplinë, veç këta se lidhen më herët. Ana e lidhin më herët. Pra, ne jemi edhe fitimtar në këtë botë, kemi fitimtar në botën tjetër. Po gjithsesi, unë pas të rrugës me juve, veç më u taku më pa, mu shpirtneshëm mjafton, llogariti se kjo fjalë të mia për ditë hoxha ja thot, e lutem Allahu që bëllot që të jetë i kënaqur me juve që keni nda kohë me marr prezant në këtë tubim. Inshallah Zoti na bën nasib, inshallah që kështu të jemi bashkë inshallah në xhenet, në mëshirën e Allahut xhiblot, inshallah Zoti na takon në vendet më të mira ku takon dashmit e vet, ato janë xhamiet e Allahu xhiblot inshallah është razi, neve dhe veprat tona. I falenderoj që patët sabër dërimin dhe gjuhë, aty ku qellova ka qenë pe Allahut, aty ku nga bu Allahu na fal. Falenderoj kryesin e xhamisë për mundësinë, imamit në veçantë, dhe gjithë juve që jeni prezant. Wa akhiru davana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah është përbleft. Vëllezër, Allah është përbleft hoxhën e nderuar për këtë ligjërat ders tuish edukative për disiplinën e fesë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka as pak dyshim se ne ndjen shpirtin e Allahut xhaleshanuhu më mirë, më rahat se në çdo vend tjetër. Disiplinën që e përmendi hoxha nuk kam nevojë me shtu diçka për arsye se nuk la asgjë mangu, po Allahu e ka livdu këtë ummet kur thot kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni dhe do të jeni gjithmonë ummeti më i mirë i të gjithë rruzullit toksor, gjithë njerëzve që ekzistojnë. Çfarësi se ju urdhroni ka mira, ndaloni nga keqja dhe besoni në Allahun subhanahu wa taala. Edhe një them Allahu është përbleft hoxhën e nderuar për këtë ligjërat, për këtë këshilla, për këtë disiplinën e Islamit që na kujtoi shumë gjëra, i lidhi me shembuj, me argumente prej Kuranit, prej traditës profetike të Muhamedit alayhis salam, po ashtu edhe prej sahabëve. Vëllezër, kështu xhamiat gjithmonë kanë provu urtësi, mençuri, butësi. Prandaj Allahu xhaleshanu në surën Nur, kur thot Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurit, tregon Allahu për dritën e tij, nurin, si është si kandili që i bën dritë. Më në fund kur fillon ajeti tjetër, a din çka thot vëllezër? Fi buyutin. I tërë ajo dritë, ai nur që ndriçon janë shtëpiat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ato janë xhamia. Këtë feqin e kanë pru neve, sahabet, e tabiinët e kështu me radhë, vallahi nuk kanë pas universitete. Ato gjithë mësimet e tjera, edukatën, disiplinën, si të regoj shethi nderuar, ku e kanë marë? E kanë marë te xhamia pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Ajo ka qenë burimi, shtilla, stacioni i parë e kështu me radhë. Sa i përmend të ceku hoxha edhe perëndimin për çështjen e disiplinës që e kanë marë prej Islamit, është diçka interesant që Allahu xhaleshanu të gjitha perandorit, edhe bizante, edhe romake, deri në ditën e gjykimit, a e dini si ka përshkruajt Allahu këto? Dhe me thonë krishterët përgjithësi. Thot, ya'lamuna dhahiratan min al-hayati ad-dunya, walakinnahum 'anil akhirati hum ghafilun. Ato e dinë çështjen e dinjës, çështjet e jashtme, po sa i përket ahiretit, ato janë neglizhent. Dhe ne vëllezër nuk duhet jemi neglizhent ndaj ahiretit, për arsye se ajo është bota e përhershme, e lutim Allahun xhaleshanu, kështu si keni marrë vendet në këtë xhami, ashtu t'ua ketë caktuar Allahu xhaleshanu në Jannatul Firdaus, nën arshin e Allahut subhanahu wa taala, mbi Jannatul Firdaus nuk ka tjetër përveç se arshi i Allahut xhaleshanu. Allahu ju shpërbleft edhe një herë për këtë çka keni ardhur, atë mundin çka e keni bërë, çdo gjë që keni investu, lusë Allahun ta gjini në peshorën e veprave të mira, ditën e gjykimit, atëherë ku s'ka dobi njeriu as prej mallit, as prej evladit, vetëm se prej zemrës tij të pastër dhe veprave të tija të mira. Allahu ju shpërblet, Allahu ju ruajt, ju begatoft, juve, familjet e juja,
dhe ju mbrojt nga çdo e keqe. Selamu alaikum wa rahmatullahi. Alaykum salam.